Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim energjinë dhe dolën 3 letra këtu. Në lidhje me javën e parë. Në javën e parë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës. Atëherë në lidhje me pjesën e personave që janë beqar, shohni do ndiheni shumë të sigurt në veten tuaj në lidhje me një dashuri, me një person që mund të jetë në distancë. Ky person mund të jetë një person i suksesshëm dhe është një person që dëshiron të vijë drejt jush. Dhe shoh që është një person që po mendon shumë seriozisht në lidhje me ju dhe është në një pozicion të mirë ekonomik. Për pjesën tjetër, ju shoh që do merrni disa para, nuk e di, por këto para që do merrni, do ta ndjeni veten shumë mirë, mund të shkoni në udhëtime, do ndjeni një sukses, një fitore me marrjen e këtyre parave, ose me një lloj stabiliteti që do arrini nga ana ekonomike. Dhe në fund të javës ju shoh që do ta ndjeni veten shumë mirë, të ulur në një pozicion mbretëror, ju shoh, duke menduar rreth këtyre parave për të investuar diku, ose si në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen tuaj, por dhe në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Por është një javë fantastike në lidhje me shenjën tuaj. Unë shoh sukses, fitore në lidhje me gjithçka që do keni gjatë kësaj jave. Dhe ju shoh të sigurt, me shumë vetbesim dhe të bindur në veten tuaj në lidhje me këtë sukses ose në lidhje me një udhtim dhe me anën tuaj ekonomike. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendentën ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni edhe me persona të këtyre shenjave. Energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju shoh që mund të keni të bëni me një person nga e kaluara, me një shpirtin tuaj binjak. Shoh një takim me këtë person, ju do ndjeni në lidhje me një dashuri që ky person është shpirti juaj binjak, për gjithë ata që do futen në një njohje, për një person që mund ta keni në distancë, por jo domosdoshmërisht, ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju mund të jetë një person nga e kaluara që kthehet, mund të jetë një person që keni njohur në fëmijërinë tuaj, dhe shoh që me këtë person sikur keni gjëra shumë të përbashkëta, ndjeni që ky person është vërtet shpirti juaj binjak. Ndërsa për pjesën tjetër, ju do mbështesni shumë fort fëmijët tuaj gjatë fillimit të javës, ndërkohë ju shoh që do tregoni dhe shumë nostalgjik, por mund të jetë dhe një person që vjen dhe ju kërkon falje gjatë fillimit të javës. Dhe në mesin e javës shoh që ju do bëni fillime të reja, edhe pse këto fillime do ndërtohen mbi një terren të ftohtë, mund të them, sepse shohim është një terren me borë, edhe pse ju mund të keni kaluar vështirësi, ju përsëri jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një fillim të ri. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri të re. Ju shoh që do ndiheni shumë mirë me këtë person në fund të javës. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të konsolidoni marrëdhëniet tuaja, mund të dilni në fundjavë dhe me familjen tuaj, ju shoh shumë të lumtur, shumë të gëzuar. Për pjesën tjetër ju shoh për disa të tjerë mund të ketë lidhje me partneritete. Ju do filloni të futeni në partneritete në fillim të javës. Mund të jenë persona nga e kaluara, mund të jenë persona që ju i njihni, ose mund të kthehen çështje dhe situata të ndryshme nga e kaluara juaj. Dhe shoh që do bëni këto fillime të reja, mund të kenë lidhje dhe me dokumentat, me studimet, me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje dhe me shtetin, mund të them. Gjithsesi unë shoh një çlirim shpirtëror, por ndërkohë shoh dhe lajme shumë të mira në lidhje
me ju, në çfarë do lloj çështje dhe situate që mund të keni gjatë javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në fillim të javës së tretë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Demit, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit dhe kemi kartën e të dashuruarve. Gjithsesi ju shoh që jeni nuk e di, keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar, fusni besime të reja. Ju shoh që do dëgjoni shumë intuitën tuaj në lidhje me këtë dashuri, me këtë person. Por ndërkohë do t'regojnë dhe shumë sekret në këtë dashuri. Ju ndoshta do mbani sekrete brenda vetes tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh do besoni intuitën tuaj në lidhje me një udhtim ose edhe në lidhje me një dashuri. Për një pjesë prej ju shoh që mund të jeni në një lidhje ku mund të jeni dhe 3 veta, 3 persona. Shoh që ky person mund të ketë dikë tjetër në jetën tuaj, ju mund të dilni me këtë person, të lini këto vështirësitë që keni kaluar mbrapa dhe dëshironi që të shkoni diku së bashku, të bisedoni, të diskutoni në lidhje me këtë situatë trekëndshi që ju mund të keni. Ose në lidhje me një person, por që jeni 3 persona në këtë njohje ose lidhje. Dhe këtu flasim për një pjesë specifike, se jo të gjithë janë të përfshirë në këto situata. Nuk mund t'i merrni personale. Gjithsesi, për pjesën tjetër, ju shoh që do besoni intuitën tuaj për t'i dhënë drejtim situatave. Mund të jenë situata në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Dhe këtu bëhet fjalë për një drejtim më të mirë gjithmonë. Ose ju dëshironi të shkoni diku në një vend me ujë dhe të qetësoheni, edhe pse është mesjavë, ju përsëri e keni të nevojshme, e ndjeni të nevojshme këtë. Ndërsa për disa të tjerë shoh në udhëtime, jeni duke menduar për të bërë një udhëtim. Dhe në fund të javës keni partneritete në lidhje me punën, mund të jenë partneritete ose bashkëpunime të ndryshme që mund të keni, thjesht duhet keni kujdes nga një person i tretë, sepse është një person i tretë që mund të krijojë një që po punon mbrapa shpinës në lidhje me ju dhe mund të merrni një shgënjim nga ky person. Atëherë, vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Kjo mund të ketë lidhje edhe në grupe njerëzish, ku ju mund të jeni në një grup të ngushtë njerëzish, aty mund të bëjmë diskutime të ndryshme dhe një person është një person që nuk e di, por tregohet pak i fshet në lidhje me këto diskutime. Ndoshta mund të jetë edhe një person që ndoshta mund t'ju dëmtojë, mund t'ju zhgënjejë në lidhje me disa diskutime që ju do bëni. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Në fillim të javës 4 kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Demit të Peshores, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës dhe përsëri të tokës. Atëherë, në fillim të javës 4 shoh fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Mund të jetë fillimi një dashurie të re për një pjesë prej jush, se jo të gjithë do fillojnë në të njëjtën kohë njohje ose lidhje. Por shoh një shtatzani për gjithë ata që mund të presin ose të dëshirojnë të kenë një fëmijë, një shtatzani. Për pjesën tjetër që do marrë zhvillime shumë të mira, mund të jetë një punë e re, një bashkëpunim i ri, një partneritet i ri, që vërtet do t'ju sjellë zhvillime të mira, sepse këtu kemi planet Jupiterin, Jupiteri është planeti i fatit, që do t'ju ndihmojë në lidhje me këto fillime që ju do bëni. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do keni bollëk dhe prosperitet. Kur themi fillime të reja, nuk kanë lidhje vetëm me punën, me paran ose me familjen tuaj. Mund të jenë fëmijët tuaj që bëjnë fillime të reja, mund të jetë një kurs, një trajnim, studime, mund të jetë ju shkoni në palestër për herë të parë, mund të merrni në çfarë do lloj situate, mund të dëshironi të shkoni jashtë shtetit dhe të bëni një fillim të ri, mund të dëshironi të zhvendoseni nga një vend, nga një qytet në qytetin tjetër, nga një punë në një punë tjetër, për të bërë diçka të re. Ose mund të jetë një projekt i ri që ju e keni menduar dhe dëshironi ta filloni, por dhe në fillime të reja që ju dëshironi të bëni. Gjithsesi, në mesin e javës, dhe pse i bëni në fillim të javës këto fillime të reja, ju në mes të javës futeni në dilema.
Një pjesë për jush mund të jenë midis dy personave dhe thamë pam dhe në fundin e javës të tretë, ndoshta ju dëshironi të bëni këtë fillimtëri në lidhje me një person dhe këtu shoh që do ndiheni në dilema. Mund të jeni midis dy personave dhe ju nuk dini çfarë zgjedhje të bëni. Ndoshta një person ka të mirat e veta, personi tjetër ka diçka tjetër që ju tërheq dhe do ndiheni pak në dilema. Shoh që është një lloj karme, po e shoh më tepër një karmë familjare në lidhje me ju. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju mund të jeni midis dy punëve, dy situatave, midis punës dhe familjes, midis dy projekteve, dy bashkëpunimeve. Dhe kjo gjë ju fut në dilema dhe nuk dini se çfarë të zgjidhni në lidhje me këto situata që do ndodheni. Dhe në fund të javës jemi te energji e tokës, jemi energji toke këtu. Ju shoh që nuk e di, ju mund të prisni një lajm si fëmijë ose më tepër ju shoh të pakënaqur në fakt dhe do filloni të krijoni ide të reja. Mund të ndjeni të pakënaqur, të vlerësuar, të pavlerësuar, por dhe mund të jeni të pavlerësuar në lidhje me ndoshta ju bëni më shumë nga ç'duhet, i jepni më shumë në familjen tuaj, te partnerit, te partnerja, te fëmijët tuaj, ose edhe në lidhje te vendi punës ku ju punoni, por dhe në lidhje me anën ekonomike. Dhe nuk merrni atë që ju takon. Dhe kjo gjë ju lë pak të pakënaqur në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju mund të arrini një lloj standardi, thoni unë kam punuar deri këtu, kam arritur këtë gjë, tani po mendoj të krijoj ose të kem ide të reja për të bërë diçka ndryshe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik në lidhje me ju, pavarësisht disa situatave, por këto janë lexime të përgjithshme, jo personale, ju merrni vetëm atë që rezonon me ju. Dhe shohim, marrim një mesazh nga angjëjt se çfarë ju thon për muajin prill, çfarë mesazhi ju japin. Atëherë ju thotë diçka do lëvizi shumë shpejt, thot. Ju do ndjeni më të sigurt gjatë kësaj periudhe. Do keni shumë pasion në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet. Hapet diçka në jetën tuaj. Domethënë sikur hapen rrugët në jetën tuaj. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri. Ju do keni romanca, do keni momente romantike në lidhje me partnerët, me lidhjet ose njofit që keni, ose me një person që ju dëshironi të keni një romancë. Për pjesën tjetër, shoh që do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës në lidhje me punën, me anën ekonomike, me kontrata të ndryshme që mund të keni, dhe është periudha më e mirë në lidhje me ju, thot. Mendoni para se të bëni gjërat, thot, sepse jemi te energji e zjarit këtu, ju jeni energji zjari, por thot që rrugët po hapen për ju. Është momenti për ta shfrytzuar këtë moment dhe për të ecur përpara, si në lidhje me dashurinë, njofit, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, në lidhje me kontratat dhe partneritetet të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja, me dokumenta të ndryshme që mund të keni, por dhe me çështje dhe situata që ju mund të keni gjatë këtij muaji. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars që ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbazite sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.